Në një intervistë të dhënë për gazetarin Bruno Vespa, kryeministri Edi Rama deklaroi se sheh me optimizëm ecurinë e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për ngritjen e kampit të pritjes së emigrantëve në Gjadër. Sipas tij, kryeministria italiane Giorgia Meloni mbetet një lider e këmbgulse dhe pakti pritet të marrë një përgjigje të qartë zhbllokuese nga Brukseli brenda muajve të ardhshëm. Ajo është një lidere që nuk heq dorë dhe duket se pret rezultatin e kësaj përpjekjeje të përbashkët në nivel evropian. Mendoi se deri nga qershori do ketë një përgjigje në nivel evropian për të zhbllokuar këtë proces dhe për të dhënë shteteve diskrecionalitetin për vendet e origjinës dhe vendet e sigurta. Disa vende kanë eksploruar mundësinë për të punuar me ne dhe për të përsëritur këtë model, por ne kemi refuzuar pasi ai është një ekskluzivitet i marrëdhënies shumë të veçantë me Italinë. Rama nënvizoi se disa vende të tjera kanë shfaqur interes për të replikuar modelin italo-shqiptar, por Tirana i ka referuar këto kërkesa duke i quajtur marrëveshje një ekskluzivitet të partneritetit të veçantë me Italinë. Ai shtoi se masat aktuale të BE-s mbi vendet e origjinës dhe vendet e sigurta pritet të rishikohen deri në qershor. Gjatë intervistës, Rama foli dhe për procesin e integrimit evropian duke theksuar rolin e ministres virtuale Diella, një produkt i inteligjencës artificiale që do të marrë pjesë në mbledhjet e qeverisë. Po, sidomos për këtë, Diella, siç e thatë dhe ju, është një produkt i inteligjencës artificiale, është një antare e qeverisë. Në muajin e ardhshëm do të marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë. Më tej, ndoshta në fund të pranverës, mund të sjellim edhe në porta a porta për të bërë një intervistë me ju. Rama u ndal edhe tek marrëveshjet e firmosura në mbledhjen e parë ndërqeveritare në Rom, duke veçuar ndikimin e tyre në industrinë e mbrojtjes, luftën kundër krimit të organizuar, çështjet e mjedisit dhe bashkëpunimit në shëndetësi. Sipas Ramës, këto projekte thellojnë aleancën strategjike mes dy vendeve dhe përforcojnë rolin e Shqipërisë në rajon.